A mendoni se përmes kësaj kontrate Berisha ka arritur deri te njerëzit e afërt të Donald Trump dhe sa mund i shërbej kjo politikisht në këto zgjedhje? Shërbimi politikisht është dhënë. Zoti Berisha, për mendimin tim, nuk ekziston non grata. Non grata është diçka e cila nuk ka vlerë politike as juridike. Zoti Berisha nuk ka rëndësi të dalë jashtë shtetit për të bindur që ka mbështetjen dhe lidhje dhe marrëdhënie me amerikanët. Zoti Berisha ka pas lidhje me amerikanët. Ardhja e Bushit nuk ishte sepse Berisha ishte i bukur, por ishte sepse pikrisht Berisha në atë kohë kërkonte pavarësinë e Kosovës dhe pavarësinë e Kosovës e garantonte vetëm një shtet që quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç kësaj, lidhjet dhe marrëdhëniet e Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kongresmen dhe personë të tjerë ka qenë shumë vite më përpara dhe s'ka nevojë që ai të publikojë marrëdhënie të tilla për një interes koti, sepse në fund fare një strategji që ndërton edhe ti si mbrojtja që je ndaj një çështje të posaçme që ke për të mbrojtur, nuk del në publik dhe thua se si do ta bëj mbrojtjen, sepse pikrisht në rast se do të thua se si të bën recetën e mbrojtjes, kundërshtari do ta marrë dhe ti kur të shkosh në gjykat do shikosh tavanin, edhe po pe tavanin, pastaj do shikosh në gjë tjetër, se në fund fare ke shpallur të gjitha publike. Prandaj zoti Berisha, për mendimin tim, bën gjërat më të mira që i bën ngadalë, avash dhe përveç kësaj Yuri Kim i iku gjitha i investim që bëri kundër Berishës. Zonja dhe zotri, Berisha ka partin, ka lidhjet me amerikanët nga Trumpi, lufta që bëri Yuri Kim, që tha edhe çka tjetër që asnjëherë se ma me nga ju, tha, mora garanci nga zoti Rama që do të përjashtoj zotin Tom Doshi nga a koalicioni. Tani, lind pyetja e imje. Po si ka mundësi një ambasadore pavarur të marrë garanci nga një kryetar partie, jo kryeministër, e të thot përjashtoj një person nga koalicioni? Tani ky është atashim i ambasadorit privat të Edi Rama, apo është atashim i paligjshëm i cili është bërë nga një diplomate amerikane që ka përvitësuar detyrat e saj të kushtetuese dhe ligjore duke u bërë zari Edi Ramës, që ju më thoni për transparencën. Pra Berisha bëri një marrëveshje, ka bërë marrëveshje të lishme, komfort ligjit, dhe pse duhet ai të japi llogari për diçka që kur të vi momenti të japi. Por llogari duhet të japi Yuri Kim që humbi betejën me Sali Berishën. Vuri Luli në përdorim, Lulit ja futi, shkoi me ja ngul Sali Berishës, ja nguli edhe Lulit, edhe vetes, edhe avash edhe Ramës. Si mendoni, sa rol ka Lasivita në këtë rast dhe si mund të jetë ndikimi i tij sa i përket realizimit të kontratës, por dhe sa do ndikoj kjo në zgjedhjet e 11 majit? A jep kjo pesh Berishës që mund të rikthehet sërish në pushtet? Nuk e shikoj kështu si e shikoj njerëz të tjerë, se unë të them vërtetën, kur shikoj diçka që shkëlqe, nuk e besoj në pamjen e jashtme. Dua ta përpunoj dhe ta shikoj pak, ta shikoj a është diçka që shkëlqen, është diamant, është flori, është i lyer me flori, a shkëlqen mirë, a ose kam probleme me sytë dhe nuk shikoj se shkëlqimi mund të më japi ndonjë problem, dhe prandaj ajo çfarë unë shikoj te ky rast është diçka tjetër, jo Lacivita, jo me Goningal, jo Yuri Kim, të lutem, nuk i shikoj unë këta individ. Unë shikoj diçka tjetër. Kjo kontrat ka një afat 24 mujor. Unë kam parë kontrata 3 mujorëshe, 6 mujorëshe, në rast se vinë zgjedhje të parakoshme. Por ama, të më bësh një kontratë 24 muaj, me një parti e cila është shtypur nga Partia Demokratike Amerikane në shërbimin e Yurit Kim.
Edhe mua të më thuash që Lacivita do bëj vetëm ai punë? Jo. Ai thjesht po bën PR-in, po janë individ të tjerë të cilët do bëjnë punën e dur. Çfarë do bëjnë? Do japin bar jurikim. Do të japin bar me gol legal. Do të japin bar njerëzve të tjerë të cilët kishin marrë në patronazh një iniciativë e cila u duk qartësi që ishte ndërhyrje të brendshme të një partie politike. Nuk flas të shtetit tonë, se ne i kemi shit të gjitha. Ata të cilët thënë, ne, Shqipëria Europiane, ti Shqipërinë e ke shitur, qa t'i japësh më Europës, ti shqiptarët i thu, merr pasaportën dhe zhduk nga Shqipëria, vetëm këte po i thua tani, se e ke shpopulluar gjithë këto vite. Që do të thotë, Lacivita është një person i cili është drejtues i kësajt, do jenë njerëz të tjerë me integritet, me peshë të madhe, edhe do të çojnë mesazhe atje ku duhet dhe ashtu si duhet në momentin e duhur, dhe përgjigja do të vi në një moment afatgjat. Shi kozjatin e kësajt kontrate 24 muaj. Gjithashtu, më lejo të theksoj tek opinioni publik që na ndjek, e di që janë disa të cilët akoma e gëzojnë atë të drejtën e tyre që janë militant, që ata shohin pra Partisë Socialiste që kanë prodhuar nga politikan burgaxhi dhe janë krenar për këtë, gjithashtu dhe ata nga Partia Demokratike që mendojnë që do vinë në pushtet, duke dhënë përgjigje tek pyetja jote, do vinë në pushtet me këtë mekanizëm, unë mbaj rezervat e mia, por ama në fund të fare, unë them diçka që duhet të thënë ashtu siç duhet. Në rast se nuk besoni Lacivitën, futuni në website-in ose në faqen zyrtare të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty do të shikoni Lacivitën që shfaqet në një festim të ditëlindjes së zonjës së parë amerikane e Trumpit, që do të thotë urdhëro prezenca e tij aty. Se në rast se ai nuk vlen, do thotë që mund të ishim edhe ne atje, po ne jemi, po është ai. Dhe këtë e ke tek website-i i faqes në Facebook të ambasadës amerikane. Gjithashtu, për ata që mendojnë që Berisha vjen në këtë formë në pushtet, unë kam rezervat e mia. Berisha mund të vinë në pushtet, po pak me punë akoma më shumë, do të presim zgjedhjet, do të presim se si do të votojë sovrani. Por unë jam i bindur për veten time që unë pres rotacionin dhe unë do investoj në çdo formë dhe mënyrë që të bindi njerëzit për rotacionin politik, se nuk mund të pres më Partia Socialiste nga politikanë të më prodhoj burgaxhi e tjera akoma me radhë dhe të paragjykoj Berishën, sepse Berisha ka qeverisur 10 vite vendin dhe Partia Socialiste ka nga 1944 deri më sot 2025 dhe ka qeverisur vendin pothuajse në 100 vjet.